do të bëje po të ishe një ministër që kapet në skandal, por përpiqet të shpëtoj me batuta humori? Pra t'ja hedh në një situatë që është kapur. Është zëna aty. Jam kapur, domethënë. Gafil. Jam ministri dhe kam bërë një skandal. Ke bërë një skandal. Çfarë batute do përdor? Ta skandalet janë natyrë huaj për mua, me thënë drejtën. Po mendoj që duke qenë ai që jam, nëse do kisha bërë gabimin që bëj një skandal, do I thoja ja ku janë duart, merrni, vërni prangat, më çoni atje. Kjo është batuta ime. Me përgjegjësi, sepse nëse ke bërë atë gjë, e ke bërë me vetdi, nuk e qenë as tap, nuk e qenë as janë justifikimet kote. Nuk do thoje kanë bërë ca të tjerë këta që kisha unë bashkëpunëtor, po unë s'di gjë, nuk do bëje dot. Thash është një natyrë huaj për mua këtë gjë, po nëse do ndjeja veten fajtor, do thoya po. Okej. Tani ti je baba dhe përpiqesh t'i shpjegosh fëmijës tënd se nuk ekziston babagjyshi, por pa I thyer zemrën, kujdes, se mund I thyet zemra. Jo, unë ja kam thënë që s'ekziston babagjyshi, po pa ja thyer zemrën. Ja pas ka thyer. Madje vajzës madhe, ajo e theu vet. Sepse I kuptoj gjërat, sado që unë përpiqesha bëja ato këmbët kështu dhe hidhja si akull, që gjasme doli nga ashensori, erdhi solli dhuratën dhe hiku, pastaj edhe goca kuptoi tha të nesërmen pa ato ishte akoma ajo boja bardh, tha, ky s'është akull, tha. Po ti shaku do kishe shkrirë. Pra babagjyshi s'ka. Kush është babagjyshi? Dhe I thash, ke qenë babi. Pse e mendove kaq shumë? Unë përpiqem t'ja u shpjegoj çdo gjë që ekziston në këtë botë dhe atë botën për aq sa njerëzit mendojnë ose fantazojnë ose kanë prova, t'ja u them unë me mënyrën se si unë e kuptoj botën dhe pastaj ata të jenë të lirë të zgjedhin çfarë besojnë më shumë. Pra nuk I induktoj që besosh o këtë. I them, ka këto variante. Ka njerëz që besojnë këtë gjë, ka njerëz që besojnë këtë gjë. Çfarë të mbush mendin më shumë ty, atë beso. Babi beson këtë, se kjo ka mbush mendin më shumë. Një aktor që merr një çmim që nuk e meriton dhe duhet ta pranoj pa u kuptuar, pa u vënë re nga pjesa tjetër. Ka plot. Si do reagoje? Ka plot. Kam reagu plot. Për plot raste, domethënë, këtu çmimet për artistët janë bërë kështu si merri scenare e burr, nëse na erdhë, domethënë është për dhe fatkeqësisht I jepen çmime atyre që I shërbejnë sistemit, jo atyre që janë vërtet. Ata që janë vërtet artistë ikin në heshtje, zhduken dhe mbasi vdesin, pastaj thonë sa burr I mirë. Japim titullin mbas vdekjes, titullin mjeshtër I madh I cipës zemrës së kombit e tjera me radhë, gjëra që nuk I hyn puna as kujt, sepse ti nëse vlerëson dikë, thuaja sa e gjallë. Nëse do dikë, thuaja sa është gjallë. Nëse do të rish me dikë, rri ndërkohë që është gjallë. Këto gjërat mbrapa nuk I dëgjon më personi që ikën s'dëgjon asgjë. I dëgjojnë ata që janë përreth, të cilën ti po I shfrytëzon për të treguar atyre që sa e kanë pas dashur këtë personin ose sa kanë pas vlerësuar. Dhe këtu ka qenë kone e nverit, qenë kone diktaturës që jepen çmime për ata që bënin shumë bukur të filme propagandë që parti mjeshtër I madh e këtij me radhë. Dhe titulli mjeshtër I madh I është dhënë shumë njerëzve pa u bërë mjeshtër I vogël. Në fakt I ndjeri dhe I madhi Koçodevole ka në fakt edhe një sketch në lidhje me këtë situatë. Të gjithë janë mjeshtra të mëdhenj, kupton? Dhe është për të ardhur keq. Aq më tepër që ka dhe raste që tipa që kanë marrë titullin mjeshtër I madh janë kapur duke vjedhur, duke abuzuar dhe vazhdojnë ta kenë ende titullin. Dhe lind pyetja, ky mjeshtër I madh është që vodhi? Që s'po ja hiqni këtë titullin? Tani e ke vënë re se si themi ne, bravo I qoftë. Po, sepse ne hallau. Këtu duhet ndalim pak fare, do më jepni pak kokë. Po patjetër, do ju bien qafë çik këtu. Na bjerë më. Ne si popull fatkeqësisht ne vdesim dhe adhurojmë ata njerëz që bëjnë keq dhe nuk I gjen gjë. I adhurojmë. Shihni pak me diktaturën, e gjeti gjë në verën, e adhurojmë. Te janë ndonjë njerëz që adhurojnë. Të gjithë shtresën e politikanëve mbas 90-s, 91-shit, që kanë bërë çka kanë bërë dhe nuk I ka gjetur asgjë. I adhurojnë. Ata që bien në burg, ata themi, ai maskara, ai kështu. Ata që janë ende në pushtet, ata I adhurojmë, sepse ai bën keq, na bien qafë, por ne e adhurojmë, sepse është më I fortë se ne. E njëjta gjë edhe po të hym për shembull legjendave me Rozafën, 3 vëllezërit ndërtonin kalan, natën u prishej. Në vend që dilnin natën e të thonin, "Ore kush është ky maskaraj që na prish kalan, ta rrafim, ta bëjmë qofte?" Than, "Hajt ta marrim me të mira. Marrim nusën e vllajit më të vogël dhe t'ia japim atij që na prish kalan, që mos na prishi kalan." Dhe kjo tregon shumë.
Kjo tregon shumë. Dhe për sa kohë ne nuk marrim guximin që aty që na bën keq, ti themi vëlla, ti po më bën keq, o ndalo të bëj keq, ose do të bëj edhe unë ty keq. Jemi se lepuri, ai miu ke ai rrethi, vrapon ai thot sa larg kam shku, ndërkohë po ke ai rrethi aty. E fundit në këtë çmendurinë e rrjeteve sociale, të TikTokut që është mbyllur, por që njerëzit vazhdojnë të përdorin me VPN. Jo, në zonat që ka fituar PS-ja vazhdon është e hapur. Një gjysh që ngatron në fakt TikTokun me lajmet, me një emision lajmesh. Sa ai është mësuar që të shohë lajmet gjithmonë në televizor. Ai është Edhe pse këta gjyshurit e sotëm o Flori janë për të rrezikshëm. Këta janë bërë këta gjyshurit e sotshëm. Këta janë bërë si Benjamin Button. U duket si u po urinohen, sigur mund të marrin përsipër gjëra. Lindi plak dhe vdiqi vogël. Verën e shkuar një zotëri 80 vjeçar, tani duhet i them zotëri. Ku i thot xhaxhi tim? Xhaxh, unë sa i mbusha 80. Sa i mbusha. Dhe ngjaj si 79 e çerek. Çmenduria e rrjeteve sociale është teknologjia, është një armë që saç bën mirë, bën dhe keq. Dhe fatkesisht ne po shohim vetëm anën e keqe. Të mendosh që në kohën kur un kam qenë 15 vjeç, në vitet 2000, ti po të kishe një kamerë, një aparat që filmonte, ti mund të bëje mrekullia, mund të bëje një videoklip me atë, mund të krijojë kujtime. Dhe nuk e përdorte asnjëri për keq. Sot ti ke celular që mund të filmojë në 4K, në 8K, mund të bësh filma, mund t'i çosh në kinema, dhe këta i përdorin për të sharë njëri tjetrin, duke filmu veten nga halja, me atë sfondin këtu, me atë lulen, me ato topat e letrës higjienike që shan tjetrin. Pra, shi për çfarë po e përdorin teknologjinë. Çmenduri. Kjo është për çfarë në fakt, po ne po qeshim se s'kemi ç'bëj. Po to qeshim, se bie të çmendemi pas. Por që të mos çmendemi, dhe që të mos infektohemi nga ato, duhet me i shmang. Dhe një mënyrë më e shmangë është mos me hy fare as në TikTok, se nëse don një kosh plerash të madh digital keni TikTokun, ças gjen aty. Fix si kryeministri. Fix. Jo, fix si shta kryeministri. Po, dhe pastaj i bëri vet, pastaj se e mori malli për TikTokun.